Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi drejt përse drejti nga tribuna qendrore e stadiumit Loro Borisi në prag të nisjes së supersfidës Vllaznia Partizani takohen dy skuadra me shumë traditë, të cilat do të diskutojnë sot fitoren në çlimin e blerë të stadiumit Shkodran. Kam këtu pranë Ardian Zaganjori, një ish drejtues të klubit të futbollit Vllaznia dhe sot në një post shumë të rëndësishëm të IPAS, organizata policore ndërkombëtare. Ardian, ndeshje interesante. Ju ndiqni vërtetin kudo, edhe pse jeni larguar të shpër nga forumet drejtuese të klubit të futbollit Vllaznia, e ndiqni si në Loro Borisi, por edhe jashtë Shkodrës. Madje kemi qenë së bashku në ndeshjen e fazës së dytë që u ndodhi barazim. Me duket sikur koha nuk ka kaluar as pak, ditë me shi të madh, sot me ditë me shi, por shpresojmë që me një rezultat pozitiv Vllaznis, duhet të përfitojmë nga nalesa e Bylisit. Dhe me ca shoh informacionin e ekipit është një informacion që nuk ka shumë lëvizje. Fushë i njëjti me Dinamo, siç duket Martini ka vendosur që të ketë edhe një impuls sulmi, pasi do të jetë mala në pjesën e dytë, që do të kemi vetëm një lëvizje llokat të Fiti Qatës me malën në pjesën e dytë, por mendoj që Vllaznia sot duhet të tregojë vetveten, megjithëse është një mision i vështirë, pasi Partizani nuk mund të mësoj ka ato qëllime turistike. Thatë Martini ka vendosur, por Martini falë dënimit nga Komisioni i Disiplinës nuk do të jetë në pankinë. Sa do ta vujë skuadra kjo? Nuk besoj se do ta vujë, pasi ai drejton skuadrën dhe ka ndërtuar një ekip taktik, por megjithatë me që e prek këtë kanë bërë një prononcim në Facebook, nuk më zhduket shumë i qartë ky dënim nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi momenti i gëzimit është momenti i gëzimit dhe Martini ishte i drejtuar vetëm te tifozët e Vllaznisë, megjithatë kështu e kanë gjykuar dhe kështu do të bëhet. Mendojmë që kjo mungesë është thelbësore, por që mendojmë që mos ndikojë në zhvillimin e ndeshjes. Edhe s'ka Zaganjoni po fitet për merkato, madje thuaj se e kanë konfirmuar akoma klubi zyrtarisht, por rikthimin e Kevin Dodajt nga Bullgaria. Një lajm i mirë ky? Unë i besoj Martinit që thotë që nuk kam nevojë për merkato, dhe unë besoj që Vllaznia i ka gjithë futbollistët e duhur. Fundit ardhja e Dodës është një vlerë e shtuar. Ne e njohim atë futbollist, është djali i shtëpisë dhe një rikthim i tij më thënë do të japë një impuls fazës së sulmuese dhe mendoj që në masë në ndeshje me Durrësin do të jetë tepër i nevojshëm, pasi është një sfidë shumë e vështirë. Unë mendoj që sot takimin e Durrësit. Ardian, zakoni i këtyre lidhjeve të drejtë është ta mbyllim me një parashikim me shifra të rezultatit. Unë besoj se do fitojmë 2-1. Me gola? Shpresoj shumë dhe jemi sigurt që balta do bëjë. Ardian Zaganjori parashikon fitoret e Vllaznisë 2-1. E falenderojmë ish drejtuesin e klubit të futbollit Vllaznia. Faleminderit Ardian dhe shpresoj morëm që parashikimi yt të dalë. Një saksim shkurt, nuk jam larguar akoma. Jam vazhdim ekipi Vllaznia. Jeni akoma pjesë oficeri sigurisë i klubit të futbollit Vllaznia. Po, harrova ta citoj, pra jeni